Bismillahirrahmanirrahim. Vëllezër dhe motra, jemi sot në një ditë prej ditëve të bekuara të muajit të Ramazanit. Muaj ky i cili dallohet me adhurime të ndryshme. E një prej adhurimeve më kryesore prej shtyllave të kësaj fesë është shtylla e tretë, shtylla e zakatit. Çka është zakati? Përse Allahu neve na ka obliguar me zakat. Pasi që kemi kuptu obligueshmërinë e zakatit, përse ne nuk e japim ato? Edhe e fundit, për këtë duhet jep për zakati, këto pyetje të cilat do t'i trajtojmë së bashku nëpërmjet kësaj teme. Çka është zakati? Vëllezër dhe motra, dietarët kanë dhënë shumë përkufizime të ndryshme saj përket zakatit. Mirë, po ajo më kryesorja është se zakati është dhënia e një pjese të pasurisë, një pjesë e vogël, e cila është e pajustifikueshme, përderisa personi e ka arritur një pasuri të nivelit të lartë, në një vend të caktuar dhe për një kohë të caktuar. Ndryshe, dietarët e kanë përkufizuar edhe si një urë lidhje mes të pasurve dhe të varfërve. Kjo urë e cila është për të barazuar një shoqëri të mirëfillt dhe një shoqëri e cila është e barabartë me njëri tjetrin. Mirë, çfarë mund të themi për zakatin, se pse Allahu neve na ka obliguar me të? Ka thënë Allahu në Kur'an: "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ka thënë Allahu, merr prej pasurisë së tyre, sadaka që është për qëllim zakatin, ti pastrosh ata dhe ti pastrosh ata. E çfarë do të thonë këto dy pastrime të cilat i Madhi Allah i ka përmendur në Kur'an? E para është ti pastrosh ata nga gjunohet, ndërsa e dyta është ti pastrosh ata nga çka? Ti pastrosh ata prej kopracisë, prej ngurtësisë së zemrave. Ti pastrosh ata prej ndjenjes së ngurtë në zemrën e tyre, duke i bërë ata në ndjesi të mirë të japin dhe të jenë të afërt me fukarat dhe me të varfërit. Pika e dytë të cilën e ka përmend Imam Kurtubiu në tefsirin e tij është përmendur me fjalën sadaqa, me bazën as-sidq, që është besnikëria dhe sinqeriteti. Për çka Allahu Azza wa Jall neve na ka obliguar me zakat? Për të na vënë në pyetje besnikërinë, besatimin të cilën ne ja kemi jep Allahut Azza wa Jall. A jemi duke e mbajt ato? Shahadetin të cilën ne e kemi thonë, a jemi duke i mbajt ato vepra që Allah i ka kërku prej neve? Mas këtij shahadeti, atëherë secili prej neve duhet ta pyes veten e tij. Vëllezër dhe motra, ne kemi kuptuar se zakati është obligim dhe Allahu na ka obliguar neve me të. Mirë, po pasi e kemi kuptuar këtë obligueshmëri, përse na nuk po mundemi me e jep zakatin? Dietarët e kanë dhënë një shembull shumë të bukur, duke thonë çka? Nëse një person vjen tek ne edhe kërkon prej neve çelësat e veturës, nëse na nuk e njohmi ato, i thojmë vazhdo rrugën tënde, se nuk muj ta besoj ty veturën time. Mirë, po nëse vjen një person të cilin e njohim, nëse vjen vllau, edhe afrohet tek ne i kërkon çelësat e veturës, ne jemi në gjendje jo vetëm çelësat e veturës, veturën për çfarë do që ai kërkon me ia dhon. Për çfarë arsye? Sepse e njoh ato. Njëjtë është çështja kur Allahu na ka kërkuar prej neve zakatin. Pse na nuk po mundemi me jep atij? A është kjo mosnjohje e Allahut? A është kjo mosdashuria të cilën na nuk po mundemi me e kuptu në mënyrë të mirëfillt? Nuk po mundemi me e kuptu ato se çysh Allahu e meriton. Prandaj nëse na themi se e njohim Allahun, dashuria ndaj tij duhet me pas frytet e saj, duhet me pas rezultatet që shka rrjedhin prej saj. E a e njohim edhe a dojmë secili, të jemi secili pyetës të vetës së tij. Çështja e fundit për të cilën do të diskutojmë, për këtë duhet të jepet zakati. Normalisht se Allah i ka përmendur në Kur'an 8 kategori. Dietarët i kanë ndarë ato në 2 kategori të mëdha. Ata të cilët kanë nevojë edhe ata të cilët nuk kanë nevojë, po ne kemi nevojë t'i marrim dhe të përfitojmë prej tyre. E në këtë grupin e dytë hyjnë prej atyre administruesit e zakatit. Hyjnë prej tyre ata të cilët kemi nevojë t'u përfitojmë zemrat. Ata të cilët janë në rrugën e Allahut, udhëtarët të cilët kanë mbetur në rrugë e të tjerë. Mirë, po prej atyre pikave që kushton rëndësi dhe ka nevojë, e cila ndriçon përpara nesh, janë studentët të cilët janë në rrugën e Allahut duke marrur dituri.
Ne e dim shumë mirë se Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ka medresen Alaudin, ka fakultetin e studimeve islame. Mirë, po përpas këtyre të dyjave, Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës ka studentë të cilët studiojnë jashtë vendit, e të cilët i jep bursë të plot prej Kairës së Egjiptit, prej Amanit të Jordanisë, prej Istanbulit të Turqisë. Në gjithë gjirin arabik ka studentë të cilët janë me bursa të plota prej Bashkësisë Islame të Republikës së Kosovës. Kjo është një nismë vetëm për një qëllim të vetëm, vetëm për një shoqëri të mirëfillt, vetëm për një të ardhme të ndritur, vetëm për një gjeneratë e re e cila premton dhe është pjesë e kësaj shoqërie të duhur. Prandaj, vëllezër dhe motra, një pyetje shumë të thjeshtë. Kjo është rruga e Allahut. Allahu është garantuesi për këtë rrugë. Me ne apo pak ne, kjo rrugë do të vazhdoj. Mirë, po një pyetje shumë të thjeshtë. Përse Allahu neve nuk po na mundson të jemi pjesë e kësaj nisme? Prandaj, të jemi një dorë e vetme, të cilët bashkarisht e dërgojnë përpara këtë të ardhme, e dërgojnë të përpara këta studentë të cilët janë pjesë e zemrës tonë dhe janë pjesë e shoqërisë tonë.